Shkurtime të paprecedenta diplomatike. Trump mbyll shumë konsullata në Evropë. Departamenti Amerikan i Shtetit po përgatitet të përmbyll gati 10 të zyra konsullore kryesisht në Evropën perëndimore gjatë muajve të ardhshëm dhe synon të zvogëlojë fuqinë punëtore në nivel global. Gjithashtu Departamenti i Shtetit po shërton mundësinë e bashkimit të disa zyrave specializuara në selinë e tij në Washington, të cilat merren me çështje si të drejtat e njerëzit, refugjatët, drejtësia penale globale, çështjet e grave dhe përpjekjet kundër trafikimit të qenieve njerëzore, kanë thënë zyrtarët. Presidenti Republikan synon të sigurojë që burokracia e tij të jetë plotësisht në përputhje me agjendën e tij Amerika e para. Muajin e kaluar, ai nxori një urdhër ekzekutiv për të ristrukturuar shërbimin diplomatik amerikan për të garantuar besnikëri dhe efikasitet në zbatimin e politikës së tij të jashtme. Kritiket paremërojnë se shkurtimet e mundshme në rrjetin diplomatik amerikan, së bashku me shpërpërjen e Agjencisë Amerikane të Zhvillimit Ndërkombëtar, USAID, e cila ka dhënë miliarda dollar ndihmë në mbar botën, mund të dëmtojnë leadershipin amerikan dhe të krijojnë një vakum të rrezikshëm që mund të plotësohet nga kundërshtarët si Kina dhe Rusia. Trump dhe Musk pretendojnë se qeveria amerikane është shumë e madhe dhe se ndihmet e financave nga taksa paguesit amerikanë është përdorur në mënyrë të tepruar dhe mashtruese. Leipzigu, Hamburgu, Düsseldorfi në Gjermani, Bordeaux, Rennes, Lyon në Strasburg në Francë, Firenze në Itali janë në listën e konsullatave më të vogla që Departamenti i Shtetit po shqyrton për të mbyllur, kanë thënë për Reuters 3 zyrtarë, duke shtuar se kjo ende mund të ndryshojë pasi disa anëtarë të stafit po përpiqen të mbajnë hapur këto misione. Konsulatat amerikane në Belo Horizonte të Brazilit, Ponte Delgada të Portugalit në listë sipas zyrtarëve.